Денеска имавме можност, заедно со вице-премиерот Андјушев, да се обратиме во економскиот форум на Виена на темата за регионална соработка на западните држави на Балканот. Значи, што се однесува до Македонија, ние во нашите говори потенциравме дека ние сме како држава подготвени, но истовремено и како влада преку нашите владини програми, но истовремено и проектите што ги спроведуваме за да се поврзаме што подобро со нашите соседи, а тоа ќе придонесе на поголема економска соработка меѓу нашите држави како еден предуслов пред нашите земји да се интегрират во Европската Унија. Јас потенцирав исто така што се однесува и до Multi-Annual Action Plan кој е создаден со Белискиот процес, каде ние веќе сме превземале неколку мерки, како што се мерките кои се во склоп на ЦЕФТА со протоколот 5, 6, но истовремено и со протоколот 7, и ние како Република Македонија веќе сме подготвени, но истовремено ние веќе почнавме со Србија да воспоставиме и заеднички гранични премини, каде што ќе го лесиме трговијата меѓу нашите две држави, а од почетокот на наредната година тоа ќе го направиме и со Албанија. Значи, генерално, ние како влада ги дадовме нашите насоки, но истовремено нашите идеи како ова соработка да се продлабочи и на тој начин ние да се подготвиме за да станеме членки на Европска Унија. Sot ishte kënaqësi që të marr pjesë në forumin ekonomik këtu në Vjenë, ku së bashku me zëvendës kryeministrin Andjushev, morëm pjesë edhe në panel diskusionet ku theksuam idetë tona rreth bashkëpunimit rajonal, si dhe obligimeve të cilat dalin nga procesi i Berlinit. Në kuadër të prezentimit të opinioneve tona, ne theksuam gatishmërinë e Republikës së Maqedonisë për të thelluar bashkëpunimin me vendet e rajonit si një parakusht për krijimin e një zone ekonomike në rajon, në kuadër të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor, por njëkohësisht edhe si një përgatitje për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Ne si qeveri jemi të gatshëm që këto projekte t'i realizojmë sa më shpejt që është e mundur, edhe këtë e dëshmon fakti që pikërisht ne kemi krijuar edhe pikat e përbashkëta doganore me Serbinë, por njëkohësisht fillojmë nga janari i vitit të ardhshëm edhe me Republikën e Shqipërisë për të lehtësuar të gjithë prodhuesit, por njëkohësisht edhe të gjithë tregtarët rreth procedurave për të rritur tregtinë apo shkëmbimin tregtar midis dy vende, por njëkohësisht edhe në agjendën e konektivitetit, ku sa i përket investimeve kapitale apo infrastrukture ne si Republikë e Maqedonisë vetëm jemi duke ndërtuar pra koridorin 8, por njëkohësisht do të fillojmë nga viti i ardhshëm me ndërtimin edhe të rrugës Shkup-Vllaz, pra edhe do të lidhemi edhe me Kosovën me autostradë dhe në këtë mënyrë do të rrisim edhe shkëmbimin tregtar.